Gjykata kushtetuese sërish s'ka arritur të marrë një vendim lidhur me ankesën e kryeministrit Edi Rama në ato që njihet si çështja Balluku. Rama ju drejtua kushtetueses për zgjidhjen e mosmarrëveshjes së krijuar ndërmjet kryeministrit dhe Këshillit Ministrave nga njëra anë dhe gjykatës posaçme për korrupsionin dhe krimin e organizuar nga ana tjetër, lidhur me pezullimin e ushtrimit të detyrës së antarit të Këshillit Ministrave. Të mbledhur në dhomë këshillimit 8 gjyqtarët e kushtetueses nuk kanë arritur të marrin një vendim, çka do të thotë se nuk është mundësuar mazhoranca prej 5 antarësh për të krijuar një shumicë në vendimarrje. Seanca është dhe pritet një tjetër mbledhje antarëve të gjykatës kushtetuese në dhomë këshillimi. Sipas afateve ligjore, kushtetuesja ka 30 ditë kohë për të marrë një vendim përfundimtar, afat i cili skadon me 22 shkurt. Nuk dihet nëse kushtetuesja do e shfrytëzojë gjithë kohën që ka në dispozicion për të marrë vendimin, por prej tij është kushtozuar edhe vendimarrja në Këshillin e Mandateve dhe Imuniteteve lidhur me një tjetër kërkesë të SPAK-ut për Ballukun. Vendimi i kushtetueses pritet të japë një përgjigje nëse masa e pezullimit nga detyrat qeveritare të një antari të kabinetit nga gjykata pa marrë më para autorizim është ose jo e ligjshme. Gjyqtarët e kushtetueses pritet të sqarojnë gjithashtu nëse ka pasur ndërhyrje të pushtetit gjyqësor në atë ekzekutiv dhe nëse një ministër gëzon të njëjtin imunitet ligjor si një deputet. Opsionet që gjykata kushtetuese ka në dispozicion janë të pranojë ankesën e kryeministrit duke rrëzuar kështu SPAK-un dhe GKK-on, të legjitimojë vendimin e GKK-os duke i hapur rrugën një precedenti që mund të rrezikojë çdo antar të kabinetit qeveritar, ose të çojë çështjen në Komisionin e Venecias për interpretim dhe duke fituar një kohë të artë për vendimarrjen. Kjo është mbledhja e dytë pas asaj të 27 janarit që antarët e gjykatës kushtetuese nuk arrin të marrin një vendim. Në mbledhjen e një jave më parë, kushtetuesja nuk arriti të dilte me një vendim pasi disa nga antarët kërkuan më shumë kohë. Mungesa e një vendimi nga kushtetuesja shtyu pa afate dhe mbledhjen e Këshillit Mandateve dhe Imuniteteve ku po shqyrtohet një tjetër kërkesë e SPAK-ut, ajo e vendosjes së një mase sigurie me arrest ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku. SPAK e ka marrë të pandehur Ballukun për çështjen e tunelit Llogaras, por edhe për procedurat e tenderëve që lidhen me lotet e Unazës së Madhe të Tiranës. Qeveria i ka kërkuar gjykatës kushtetuese të interpretojë nenin 103 kushtetutës, i cili parashikon se antarët e qeverisë gëzojnë imunitetin e deputetit. Sipas qeverisë, gjykata e posaçme nuk mund të pezullojë një ministër pa autorizim. Nga ana tjetër, prokurorët e SPAK-ut, Dritan Prençi dhe Dorina Beko, kanë kundërshtuar këtë qendrim, duke theksuar se pezullimi i një ministri nuk është kompetencë e kryeministrit dhe se nuk ekziston konflikt kompetencash mes pushteteve. Në dhjetor 2025, gjykata kushtetuese vendosi me shumicë votash rikthimin e Belinda Ballukut në detyrë si zëvendës kryeministre dhe ministre e infrastrukturës dhe energjetikës, duke shuar masën e sigurisë pezullim nga detyrat të dhënë më parë nga gjykata e posaçme. Sipas gjykatës kushtetuese, vijimi i kësaj mase rrezikonte të sillte pasoja që prekin interesat shtetërore dhe ushtrimin e kompetencave kushtetuese të pushtetit ekzekutiv në përsaktimin e politikave të përgjithshme shtetërore. Një ditë më parë, kryeministri Edi Rama, duke shfrytzuar një ankesë në kushtetuese nga shoqatat e gjyqtarëve lidhur me sistemin e pagave në sistemin e drejtësisë, nuk nguroi të lëshonte mesazhe të qarta paralajmëruese ndaj antarëve të gjykatës kushtetuese.